ju kanë mbështetur për zgjedhjet e pjesshme në Himar edhe kur ju kanë votuar si eurodeputet. A keni një koment paraprak një për atë që ka ndodhur në Greqi me DHL-n dhe me që nga regjistrimi i shqiptarëve me zyrat falso të shtetit? Nga informacionet e mia që jo për gjithë emigrantët shqiptarë që jetojnë në Greqi e din, rreth 400 veta të administratës ishin instaluar 2-3 muaj në Greqi në çdo cep dhe përregjistronin njerëz, duke deklaruar në të njëjtën adresë 150-100 veta. E gjithë kjo monitorohej nga ambasada shqiptare në Athinë. Dhe kështu që kur DHL-ja të shpërndante zarfat, nuk gjente adresa. Dhe një ditë vetëm para se të mbaronte afati i grumbullimit të zarfave, ishin 21.000 zarfa. Ditën e fundit, çuditërisht u gjetën 24.000 zarfa të tjerë. Kjo do të thotë që ambasada shqiptare bashkëpunoi me punëtorët e shumë shqiptarë që punojnë me DHL, edhe nuk e di me ka tjetër, dhe arriti që brenda një dite të grumbulloj 24.000 zarfa, do të thënë më shumë se sa ishin grumbulluar gjatë gjithë periudhës që ishte ky proces. Kjo vetëm i vënë dyshim. Përveç faktit që administrata në Shqipëri ose u lutej, ose të njerë bënte presione qytetarëve që jetojnë në emigracion për të regjistruar ose për të mbajtur punën, ose për të bërë një rushfet, për të regjistruar një pronë, për të legalizuar një objekt. Mënyra që patronazhistët aplikojnë në Shqipëri, aplikojnë me votën e migracionit fatkeqësisht. Ndërkohë vazhdojmë vinë denoncimet shumëta nga bashkëqytetarët tanë në Greqi në raport me këtë shpërndarjen misterioze të votave. A mund të themi, zoti Beleri, në vlerësimin tuaj se ka pasur një shkallë të atill patronazhimi sa janë identifikuar votuesit e opozitës dhe është neutralizuar votat e tyre duke filluar nga hedhja nëpër kosha plerash, tërheqja e zarfeve nëpër magazina, më kishte shkruar njëri periptero, më thoshte tjetri. A ka pasur një, le të themi, rritje të përqindjes së mbështetjes